Njeriu i devotshëm i kryen mirë detyrat e fesë. S'mund të jetë njeriu i devotshëm nëse nuk është për atyre që ruhen nga dënimi i Allahut. Se të kesh takwa, të jesh i devotshëm, do thotë që të ruhesh nga dënimi i Allahut. Pra, ti kryesh detyrat e fesë dhe të largohesh nga gjunahet, sepse ai që i kryen detyrat që na ka caktuar Allahu i Lartësuar dhe ruhet nga gjunahet, ky është njeriu i devotshëm. Kështu që nëse njeriu e ndërpret adhurimin, kjo do thotë që ai nuk e ka përmbushur qëllimin e agjërimit. Ai s'është bërë i devotshëm. Nëse njeriu nuk i kryen siç duhet detyrat e fesë, namazin nuk e fal rregullisht, nuk e respekton prindërit, nuk është i drejtë. Këto janë disa detyra. Nëse njeriu nuk largohet nga gjunahet, nëse u kthehet gjunaheve të mëdha, ka pas bërë gjunahe të mëdha, i kalon gjatë Ramazanit, pastaj kthehet përsëri. Kjo do të thotë që ky njeri nuk është bërë i devotshëm.